Kiara rikthehet në Big Brother VIP. Numërimi mbrapsht ka filluar. Gjithçka është gati për startin e madh të fenomenit televiziv që prej vitesh mban mbërthyer shqiptarët. Burime pranë produksionit konfirmojnë se Kiara Tito do të jetë zyrtarisht prezantuesja e re e Big Brother Fan Club, duke shënuar një rikthim të rëndësishëm në formatin që i ndryshoi jetën dhe që e lidhi fort me publikun. Për Kiarën, ky pozicion vjen si një kurorëzim i natyrshëm i një rrugtimi televiziv mbreslënës, i ndërtuar me shumë punë, përkushtim dhe mbi të gjitha me dashurinë dhe mirësinë që ajo ka treguar në çdo dalje publike. Gjatë eksperiencës së saj në shtëpinë e famshme, Kiara u dallua si një nga banorët më të pëlqyera dhe më të dashura, jo për konfliktet apo zhurmën, por për qetësinë, respektin dhe njerëzoren që e karakterizon. Ajo periudhë shënoi një kthes të rëndësishme në jetën e saj dhe i hapi dyert e mëdha të televizionit, duke e kthyer në një figurë që publiku e ndjen afër. Karriera e saj njohu vetëm rritje, ndërsa sot Kiara konsiderohet gjerësisht moderatorja më e dashur e momentit, një titull që nuk vjen rastësisht, por si rezultat i sjelljes së saj të sinqertë dhe pozitive. Aktualisht Kiara shkëlqen çdo javë si prezantuese e spektaklit të humorit Portokalli, rol që vazhdon ta mbajë me sukses, duke u konfirmuar si një nga figurat më të rëndësishme të Top Channel. Prania e saj në ekran sjell qetësi, elegancë dhe një energji të ngrohtë, që reflekton edhe jetën e saj private, ku ajo njihet për thjeshtësinë dhe dashurinë që përcjell. Fansat nuk do të presin më gjatë. Më 20 dhjetor, dritat e shtëpisë më të famshme në Shqipëri do të ndizen dhe Big Brother VIP Albania 5 pritet të nisë fuqishëm që në natën e parë, me një kas personazhesh që pritet të bëjnë zhurmë. Ndërkohë, analiza e lojës, debateve dhe dinamikave në moderimin e Kiarës do të nisë pak më vonë. Emisioni Big Brother Fan Club do të startojë transmetimin një javë pas nisjes së spektaklit, duke komentuar gjithçka që do të ketë ndodhur gjatë ditëve të para të bashkëtesës. Me Kiara Tito në timon, një moderatore që fitoi zemrat e publikut me mirësi, dashuri dhe qasje njerëzore, dhe me një sezon që nis në prag festash, ky edicion i 5 pritet të jetë ndër më të ndjekurit dhe më të komentuarit. Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Nëse ju pëlqeu kjo histori dhe doni të ndiqni edhe lajme të tjera ekskluzive nga showbizi shqiptar, mos harroni të bëni subscribe, të lini një pëlqim dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve. Na tregoni në komente çfarë mendoni ju për këtë histori. Videoja tjetër po vjen shumë shpejt, qëndroni me ne.